9 mars. Perëndia kujdeset për ty. Përuluni pra në dorën e pushtetshme të Perëndisë, që ai t'ju lartësoj në kohën e duhur, duke hedhur gjithë merakun tuaj mbi të, sepse ai kujdeset për ju. E pare Pjetrit 5:6-7. Pse ankthi për të ardhmen është një formë krenarie? Nëse vargun nga Isaia 51:12 e themi me fjalët tona, përgjigja e Perëndisë do të tingëllonte kështu: Unë Zoti, krijuesi yt, jam ai që të ngushëllon, që premtoj të kujdesem për ty. Dhe ata që të kërcënojnë janë thjesht njerëz që vdesin. Prandaj, frika jote nënkupton se nuk po më beson mua, edhe pse nuk je i sigurt që burimet e tua do të jenë të mjaftueshme për të kujdesur për veten. Ti përsëri zgjedh të mbështetesh te vetja, në vend që të kesh besim në hirin tim të ardhshëm. Prandaj, e gjithë drithërima jote, pavarësisht se është e dobët, tregon krenari. Cila është kura? Mos u mbështet te vetja, por në Perëndin. Vendose besimin tënd në fuqinë e gjithë mjaftueshme të premtimit të hirit të tij të ardhshëm. Te 1 Pjetrit 5:6-7 mund ta dallosh që ankthi është një formë krenarie. Vëre lidhjen gramatikore mes vargjeve. Përuluni pra në dorën e pushtetshme të Perëndisë. Tani vargu 7. Duke hedhur gjithë merakun tuaj mbi të. Vargu 7 nuk është e re si fjali, por është një pjesë e nënrenditur. Mendimi fillon me një pjesore. Përuluni duke hedhur gjithë merakun. Kjo do të thotë se të hedhësh merakun tënd mbi Perëndin është një mënyrë për ta përulur veten në dorën e tij të pushtetshme. Është sikur të thuash: ha me edukat, për ty me gojën mbyllur, ose ngjit makinën me kujdes, mbaj syt te rruga, apo ji bujar, fto dikë për darkë, ose përule veten, hidhi frikrat e tua mbi Perëndin. Një mënyrë për ta përulur veten është ta hedhim të gjithë merakun ton mbi Perëndin. Pra, pengesa për ta hedhur gjithë merakun mbi Perëndin është krenaria jonë. Kjo do të thotë se shqetësimi i pavend është një formë krenarie. Pak rëndësi ka sa e dobët duket krenaria apo si na bën të ndihemi. Tani, pse hedhja e merakut ton mbi Zotin është e kundërta e krenarisë? Sepse krenarisë nuk i pëlqen të pranojë se ka ankthe, apo që s'mund të kujdesemi dot për veten. Nëse krenarisi duhet të pranojë që frikrat e saj nuk vihen nën kontroll, prap nuk do t'i pëlqejë të pranojë se kura mund të jetë t'i besojë dikujt tjetër që është më i mençur dhe më i fortë. Me fjalë të tjera, krenaria është një formë mosbesimi dhe nuk i pëlqen të besojë në Perëndin për hirin e tij të ardhshëm. Besimi nga ana tjetër e pranon nevojën për ndihmë, ndërsa krenaria jo. Besimi mbështetet në ndihmën e Perëndisë. Krenaria nuk e bën. Besimi e hedh gjithë merakun mbi Perëndin. Krenaria jo. Prandaj, mënyra për të luftuar me mosbesimin e krenarisë është ta pranojmë hapur që kemi ankthe dhe ta çmojmë premtimin e hirit të ardhshëm në fjalët: ai kujdeset për ty, dhe pastaj të hedhim barrën e frikrave tona mbi supet e tij të fuqishme.